Duke nisur nga kjo e hënë, të paktën deri ditën e njëjtë në mëngjes, qyteti Vlorës pritet të përfshihet nga kushte të rënduara atmosferike. Fillimisht Kapitaneria e Portit të Vlorës ka bërë me dije pezullimin e lundrimit detar për gjitha mjetet e vogla lundruese dhe anijet e veshkimit, të cilat nuk mund të qëndrojnë si brenda gjirit ashtu dhe jashtë gjirit të Vlorës, kjo edhe për shkak të dallëve të larta, të cilët arrin nga 2 deri në 2.5 metra. Edhe Ministria e Mbrojtjes në njoftimin e saj zyrtar ka bërë me dije se qyteti i Vlorës pritet të përfshihet gjatë këtyre ditëve nga rreshje intensive dhe lokalisht shumë intensive, duke përkeqësuar situatën në disa pjesë të qytetit bregdetar. Ndaj edhe Ministria e Mbrojtjes ka bërë thirrje të gjitha institucioneve të marrin masat paraprake për të përballuar këtë situatë. Në të njëjtën kohë edhe Bashkia e Vlorës i drejtuar gjitha institucioneve në qytet, por dhe qytetarëve se gjatë 3 ditëve në vijim Vlora përfshihet nga rreshje intensive, duke u përballuar ndoshta edhe me përmbytje të mundshme. Ndaj për këtë shkak u ka kërkuar qytetarëve të marrin masat e nevojshme për të përballuar sa më mirë këto situata problematike që mund të krijohen. Vlora është përfshirë nga moti i përkeqësuar prej të hënës deri ditën e njëjtë në mëngjes. Vlora do të përfshihet nga rreshje intensive dhe era e fortë, ndërsa është njoftuar dhe pezullimi i lundrimit detar për të gjitha mjetet e vogla lundruese dhe anijet e peshkimit. Në një njoftim zyrtar, Kapitaneria e Portit të Vlorës urdhëron pezullimin e lundrimit prej mbrëmjes së datës 16 nëntor deri në orën 8 të datës 19 nëntor. Kjo dhe për shkak të erës së fortë dhe dallgëve të larta, të cilat pritet të arrijnë nga 2 deri në 2.5 metra brenda dhe jashtë gjirit të Vlorës. Pezullimi do të jetë për të gjitha mjetet lundruese, ndërsa përjashtim bën vetëm trageti i linjës me Italinë, por dhe funksionimi i tij gjatë këtyre ditëve do të kryhet në funksion të kushteve atmosferike. Edhe Ministria e Mbrojtjes në një njoftim zyrtar ka përfshirë Vlorën në zonat me risk të lartë për përmbytje të mundshme. Kështu sipas Kapitanerisë së Portit, deri ditën e njëjtë, një nga zonat më shumë të riskuara dhe ku janë parashikuar rreshje intensive dhe situate shoqëruar me erë të fortë, detyrojnë pezullimin e lundrimit. Sipas Kapitanerisë së Portit të Vlorës, situata e tillë do të shoqërohet me erë të fortë, ndërsa pritet që kjo situatë të përmirësohet duke nisur vetëm nga dita e njëjtë.